Faleminderit zot. Zotri Gashi, a marrë këtë pozitë falëve të ndosjes? Edhe cili është komentimi juaj për këtë çështje? Ceremoni pranim dorëzimit detyrës së prokurorit shtetit. Mirë se keni ardhur media, sot kemi ta quajmë ceremoninë e pranim dorëzimit të detyrës nga ana e prokurorit të ri të shtetit. Prandaj lejoni që ta I nderuar kryeprokurori i shtetit, zoti Zejnullah Gashi. Mirë se erdhe në zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Në cilësinë e deritanishme të ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, zyrtarisht u dorëzoj e ju ftoj njëkohësisht që të merrni në pranim menaxhimin dhe udhëheqjen sipas kompetencës ligjore të funksionit të kryeprokurorit të shtetit. Suksese dhe urime me mandatin kushtetues. Atëherë, përshëndetje për gjithë përfaqësues të mediave dhe qytetarët e Republikës Kosovës. Sapo e pranova detyrën nga ushtruesi i detyrës së prokurorit të shtetit zoti Çala. Falenderit kolegëve për besimin e dhënë. Unë do të jem kryeprokuror i të gjithëve dhe së bashku të gjithë do të punojmë në forcimin e sundimit të ligjit. Faleminderit zot. Zotri Gashi, a marrë këtë pozitë falëve të ndosjes? Edhe cili është komentimi juaj për këtë çështje? Ceremoni pranim dorëzimit detyrës së prokurorit shtetit. Shihemi hera të tjera në konferenca të radhës. Ju falenderoj shumë. Andiamo a chiudere